A kemi ne një strategji se si mund të orientohemi si shqiptar në këtë epokë komplet të re dhe të panjohur për ne? Kam frikë se nuk e kemi. Pra kur them si shqiptar, nuk kam parasysh vetëm Shqipërinë, duhet të them Kosovën, duhet të them shqiptarët Maqedoni, duhet të them shqiptarët Malzi, shqiptarët në Luginë e Përshë. Kam përshtypjen që ne kemi disa kohë që jemi në atë periudhën e vetkënaqësisë ku i themi njëri tjetrit një të vërtet madhe, që asnjëherë nuk ka qenë më mirë kombi shqiptar, pra është më integruar në hartën e gjeopolitikës, është më përcaktues për fatet e rajonit, por kjo nuk mjafton, sepse shumë mirë që kemi bërë rrugën e kombit, e ka filluar qeveria e Zotit Berisha, e ka përfunduar qeveria e kryeministit Rama, ku unë kam bërë pjesë, por nuk e kemi bërë portin e Durrësit një port të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë faktorit shqiptarë në ratë parë në rajon. Qa thoshte Churchilli? Churchilli pavarësisht se përfaqëson një vend ishullor, si Mbretëria e Bashkuar thoshte në politikë të jashtme orientohem nga deti. Pra nuk mund tjetë dekorata e nesërmes një qoftë edhe një ndërtesë apo një marinë e bukur që mund të bëhet në portin e Durrësit, asgjë nuk mund ta zëvendësoj forcën, peshën strategjike që porti i Durrësit duhet ketë. Ka vende si Serbia që vuajnë për të pasur akses në det. Pra vendet që kanë det kanë një avantazh strategjik për shkak të gjeografisë. Këtë gjë ne nuk e kemi shfrytzuar. Dikur kemi pas thënë do ta bëjmë Shëngjinin e tjerë, dakord, Shëngjini nuk bëhet dot një port i thellë. Po a bëhet dot porti i Durrësit? Porti i Durrësit natyrisht ka gjitha mundësitë për të qenë një port që në perspektivë mund të konkuronte edhe me portin e Selanikut. Dhe vendet në botën që jetojmë maten pikërisht nga këto element për cilat po flasim, sepse portet të krijojnë një avantazh strategjik përkundrejt Pse se kemi bërë ne këtë? Çfarë na ka munguar? Tani këtu mund të ketë shumë, mund të mora vetëm një rast. Një shembull shkurt para se të kaloj se unë mora vetëm një rast i cili për mua flet shumë për atë që si e shohim ne shqiptarët të ardhmen tonë. Pra të ardhmen tonë në vitin ku e diun, pas 10 vitesh, pas 20 vitesh, pas 40 vitesh, pas 50 vitesh, pra duke abstrahuar nga emrat dhe nga qeverit konkrete. Mirë, ju thoni duke abstrahuar nga emrat, po tani në vendet vogla si Shqipëria, meqense ishim tek politika jashtme shqiptare, dhe në raste kur kemi lider autoritar, a është kryeministri edhe ministri i jashtëm? Apo kemi vërtet një ministër të jashtëm në vend? Po, tani nuk është se ka në... Jo, që e bën ai pra politikën e jashtme përgjithësi. Çiko, përgjithsisht në vendet vogla, pesha e kryeministit apo e presidentit të Republikës në varësi të formës është e rëndësishme dhe në zbatimin dhe në ose më mirë themi në hartimin e politikës së jashtme, sepse për zbatimin është më tepër më pas edhe shërbimi i jashtëm. Po, edhe një herë po them, ne duhet kemi të qartë akset dhe mënyrën se si ne lvizim brenda këtyre akseve. Ne nuk e kemi absolutisht të eksploruar dimensionin mesdhetar të Shqipërisë. Kemi 400 km vi bregdetare, nuk kemi dimension të qartë mesdhetar, nuk kemi një ekonomi detare dhe turizmit të cilit po i mshojmë shumë mirë bëjmë që i mshojmë, po është i pamjaftueshëm për të bërë atë kapërcimin që ne duam të bëjmë. Ti marr një shembull që ndoshta rezonon me opinionin publik. Para pak kohësh isha në Bratislava dhe mes tjerësh takoj edhe një shqiptar të Maqedonisë shumë i suksesshëm. Edhe pyeta, tha, kam qenë në Thënishin këtu. Tha shikoj, thash, si ka qenë Bratislava kur erdhe ti, se ti vije nga Maqedonia, ishte pjesë e Jugosllavisë, ishte më e zhvilluar se Shqipëria që kishte dalë nga komunizmi e reckosur. Tha, të them një gjë, tha, këta dha që në atë kohë kishin hekurudh në çdo cep të Slovakisë, në dallim nga ne, tha, ku ishim në Maqedoni, një. E dyta, janë një vend me fat. Pse, thash? Sepse kanë 500 km larg, tha, portin e Gdanskut, apo Mariborin nga ana tjetër në Sloveni, Gdanskun në Poloni apo Mariborin, që janë, tha, dy nga portet më të mëdha, tha, dhe përmes këtyre porteve këto bëjnë gjithë tregtinë.
është shumë e qartë. Sa kilometër është Prishtina, Shkupi nga Durrësi? Është shumë e qartë. Është shumë e qartë. Ku jemi? Jemi po hym në vitin e 36, që nga rënja e komunizmit. Sa ka qëndruar komunizmi në Shqipëri? 45 vjet. 25 vjet. A do ta kemi këtë që tjetë portin rreth parë i shqiptarëve?